shumica janë që nuk janë peshkatarë, janë grabiqarë. Na kemi pas të lashe edhe marrë për çdo ditë kërcënime. Nuk ka ditë që unë si kryetar se ma një mesazh ose një Facebook që shkruaj kërcënuese. Thotë që akuzat për keqpërdorim të pozitës nuk po i vijnë nga ata që i përfaqëson, por nga grabiqarë të peshqeve. Milain Vitia, kryetari i Federatës së Peshkatarëve Sportiv Rekreativ të Kosovës, mori disa komente negative e akuza të rënda nga ajo për vjedhje e keqpërdorim të pozitës në postimin ku njoftoi rritjen e çmimit të peshkimit në rrjetin social Facebook. Vendimin e marrë nga Federata më 25 janar të këtij viti, ku nga çmimi për leje të peshkimit u rrit. Vendimin e marrë nga Federata më 25 janar të këtij viti, ku çmimi për lejen e peshkimit u rrit nga 30 në 50 euro. Këto shkrime nuk i mori me sportivitet e ata që e akuzuan për ajni i njoftoi se ia ka revokuar lejen për peshkim. Ai thekson se vendimi për rritjen e çmimit nuk është individual, por është marrë nga bordi i Federatës e të cilin e konsideron si të arsyeshëm për shumë shkaqe. Bordi është ai që e merr vendimin i cili më ngarkon mua dhe më shkarkon edhe mua si kryetar. Bordi e ka po të arsyeshme se deri tash të kanë leja 30 euro, e cila nuk kena mujt me arritën qëllime deri për një vit. Edhe kështu që ina meten shumë mrapa me buxhet, as kena mujt me kry gara, janë rojet në terren, janë garat e peshkimit jashtë Kosovë dhe mbrana Kosovë, cilin as kena mujt halom arrisi federat një ekip me quhe jashtë Kosovë me marr pjesë Spokë Slovenia ose Bullgari diko ku i kemi mazngate. Sipas tij, Federata funksionon mbi bazën e autorizimit institucional nga ana e Ministrisë së Bujqësisë. Si federat ne marrëm autorizimin nga Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Ujrave, e cila na i delegojmë lejet nga për shoqata, të gjitha shoqata është obligative me antarësu të gjithë antarët të cilët janë antarë sportiv. Se këtu e kanë keqpërdor gjysa po dojnë me bon ashtë biznes apo ato, po na e kemi autorizimin i cili thotë garat bëhen vetëm sportiv. Vitia thekson se gjatë mandatit të tij 2 vjeçar prioritet ka qenë lufta kundër peshkimit ilegal, veçanërisht përdorimi i rrjetave dhe gjeneratorëve e po ashtu dinamitit. Gjatë mandatit tem 2 vjeçar ka qenë qëllimi të ndalojmë rrjetat, gjeneratorët dhe dinamitin. Këtu ka qenë krimi më i madh i këtyre procedurave, se 24 orë i ke pas rrjetat në për Lëmej dhe në për Lyqej, i cili kryetarët e maherëmet nuk i kanë interesu për kanë pas biznise me këta rrjetagjit dhe kanë pas marrëveshje, po marrëveshja e jam u kanë për 2 vjet mandati, kom thonë edhe në barë kur i më zgjedh, kom thonë 2 vjet unë kam mandatin vetëm me shkatrua njerëzit që e shkatrojnë peshkimin. Ai përmend edhe rastet konkrete përfshirë përdorimin e dinamitit në Badovs, për të cilin thotë se policia po merret me rastin. E jo vetëm kjo, Vitia thekson se po sfidohet vazhdimisht e merr mesazhe kërcënuese nga persona të ndryshëm. Edhe na ku e kemi foto ku kemi zonë eksplozivin në liçenin e Badovsit, e kemi konfiskuar dhe kemi lajmëruar policinë dhe policia janë marrë me rast dhe personat janë shkuar në mbajtje. Po na kemi vepruar 24 orë dhe prapë veprojmë 24 orë me gjithë rojet, të parandalojmë që ta bili dinamiti nga i momentin që kena zonë mos kena pas dinamit, rrjetat ma vetëm ka përfunduar rrjeta e atyne, na kemi pas të lashe edhe marrë për çdo ditë kërcënime, nuk ka ditë që unë si kryetar se ma një mesazh ose një Facebook që shkruaj kërcënuese. Kryetari i Federatës flet se si kjo punë po i sjell probleme. Në rastin e Badovcit, thotë që përfundoi me përballje fizike në të cilën në të njëjtin rast në terren posuan lëndime trupore e gjakosje. Unë si kryetar dhe shefi i rojeve nivel Kosovë dhe një person roje e emja, të cilët jemi rraf ato rreth 1 ore dhe personat kanë ardhur vetëm 1 muaj ditë para burgim dhe i ka lëshuar prokuroria, po sot dikon prill e kemi tashti, e kemi seancat përfundimtare 2 ditë rreth, për mëngjesit e imramin na ka caktuar, përfundimtare që s'kan mujt me ato kena pas damë shumë. Ato rrjeta që kena konfiskuar 3500 metra është nav kanë marrë me detyrim të armës. Ata që personat që kanë pas arme dhe nuk janë marrë armet për tyne, plus mu ka marrë mu motori i cili është motori pjesë e Federatës 3500 euro, s'kan mujt policia me shkute ata personat me marrën. Vitia thotë se shumica e kritikave vijnë nga personat që nuk janë peshkatarë sportiv. Ai mohon kategorikisht akuzat për keqpërdorime financiare. Ai thotë se është kampion ndër organizatat e tjera për qeverisje të pastër. Personat shumica janë që nuk janë peshkatarë, janë grabiqarë, thamë. Jemi mësu me ka peshkën edhe me marrë ose me që 2-3 kila në për restorante me shite me nxjerrë të pare. Shumica janë, për atyre që kanë shur rjeta dhe shkrujnë ato,
po nuk ju marrë me komente hesht, vetëm i lexoj edhe ato ku janë e di që janë përshkatar, ku më dhon urdhën bordit dhe komisionit t'i nxjerr shënimet e aty në persona dhe t'ja ndalojmë lejen antarësinë për 2026 derisa ai nuk na çuaj neve hajna. Nëse ka vjedh dikush në federatën, nuk kam qef me ditë se kush ka vjedh në federatën, të ja parë me gjesht edhe të vjen në zyre t'ja dhajmë ato. Unë para 2 javë ditë kam pas edhe atë kën, e që dhe na dalën, edhe kam pas në regjistrimin e gjitha jem dalë më i miri. Sa i përket çmimit 50 euro, Vitia thot se nuk është i lartë krahasuar me sporte tjera. Ai pranon se mund të ketë rënje të numrit të peshkatarëve, por paralajmëron mosat e ashpra ndaj shkelcëve të rregullorës. Menoj që ka ra numri, po rojet e mia unë i kam aktivizuar nga data 24 dhe rojet e mia kanë afat momentin që filloj me leje nga data 5 shkurt, ka 1 muj ditë personat mua nuk kena mi pengu as kush, 1 muj ditë kanë drejt me peshku me atë antarësinë e 2025. Momentin që kalon çaj afati 1 muj ditë, roja e mia është obligative, më konfiskuar të gjitha pajisjet dhe më çu persona në prokurori. Federata thot se vendimi është marrë për mbrojtjen e peshkut dhe luftimin e peshkimit ilegal, ndërsa debati mes peshkatarëve dhe institucionit duhet të mbyllet.